Lindja e Krishtit, festa më e madhe për të gjithë besimtarët e krishterë, është kremtuar që në orët e para të mëngjesit nga besimtarët ortodoks. Në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit, mesha e shenjtë u mbajt nga kryepeshkopi i Shqipërisë, Anastasia Nullatos, dhe ka nisur që në orën 7 të mëngjesit. Qindra besimtarë të moshuar, burra, gra dhe fëmijë morën pjesë në meshën e shenjtë. Nëpërmjet himneve liturgjike, besimtarët i thurën lave e himne lindjes së Jezu Krishtit, që për ta simbolizon lindjen e shpëtimit, i cili erdhi në tokë 2000 vjet më parë për të shpëtuar botën nga mëkatet. Pas meshës së shenjtë, besimtarët morën bekimin me anë të darkës së Zotit, bukës dhe verës që simbolizon trupin dhe gjakun e Krishtit, të derdhur për pastrimin e mëkateve. Në këtë ditë festive, qindra besimtarë ortodoks ndajnë urimin dhe i bëjnë apel qeverisë për më shumë dashuri dhe përkushtim ndaj qytetarëve. Qofshin ndjerë me të mira dhe me një politikë të drejtë, të ndershme, nga lodhën, nga çmendën. Harmoni në qeveri edhe shëndet në familje gjithë popullit. Gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar Krishtlindjet, viti mbar qoftë, edhe qeveria inshallah bëf punë më të mira për pleqërinë, për pensionistat. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Gëzuar Krishtlindjet, mbarësi për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Ndryshe nga vitet e tjera, pjesa më e madhe e meshës u mbajt në gjuhën shqipe, përveç disa frazave në gjuhën greke.